Dhe ja ku jemi të dashur, meq në pjesën e dytë të emisionit, pas një bisede kaq të thellë, kaq inspiruese, që na bën të reflektojmë bashkë me psikologun Yll Avdiaj, do të kthehemi në diçka po aq reflektuese, po aq të nevojshme për ta praktikuar e për të rritur rrethin ton përmes aktiviteteve që janë argëtuese e që në kësisht na japin mundësinë të njihemi, të shoqërohemi, të pranohemi e shumë të tjera, të cilat me një reflektim të vogël do t'i merrshim si shumë të natyrshme. Por janë disa festivale që organizohen me mision të tillë dhe misioni i përmbushet. Tash e sa vite, zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve, organizata Vorae, organizon festivalin multikulturor. Hajde të festojmë gjashmëritë tona, një gjetje shumë e mirë, që në fakt duhet ta bëjmë edhe brenda familjes çdo ditë ose çdo javë, sepse unë kam thënë shumë shpesh brenda emisionit që edhe prind e 5 fëmijëve nëse jemi, të 5 kanë natyra të ndryshme dhe kanë karaktere të ndryshme, por hajde t'i gjejmë gjashmëritë që të kemi një gjusame të përbashkët. Një mision të tillë ka pas edhe festivali dhe do të ketë edhe këtë vit i cili do të nisë me 3 dhjetor. Për detaje më shumë normalisht që kemi të ftuar Njomza Uka Selimi, zyrtare e lartë e programit, e cila tashmë është në bashkangji studio me mua. Mirë se erdhe Njomza. Mirë se u gjetëm. Shumë kënaqësi me të pas studio. Faleminderit shumë prej teje për ftesën edhe faleminderit shumë për këtë prezantim. Sinqerisht mu i me thonë që është një ndër ato prezantimet që i hap rrugë shumë diskutimeve sidomos kur vjen puna te festivali, por ka qenë është një prezantim që i përfshin edhe i prezanton krejt elementet e qëllimit tonë që i kemi jo vetëm të festivalit, por edhe shumë. Në fakt, Njomza, unë kisha thonë që festivali është ajo dritarja reflektuese e neve si shoqëni, jo vetëm si medium këtë rast, po si pjesë e shoqërisë, sepse shpesh harrojmë t'i mendojmë gjanat pozitive duke u fokusuar tek gjanat negative, siç ka ndodhur në shumë fenomene në shoqëninë tonë. Sidomos kjo ndodh tek pjesa e bashkëveprimit me komunitetet. Një festival që thash është disa vite, që çdo të vite më shumë përveç që po rritet, po e rritet edhe misionin edhe target grupin. Kur e kemi fillu organizimin e festivalit, ka qenë mu ky qëllimi jonë. Që në përditshmëri, jo vetëm ne, si organizate, komuniteteve Roma Ashkali Egjiptian, po dhe institucionet, media, shoqëria në përgjithësi, çdo herë në përditshmëri jemi marrë me çështjet ose sfidat, problemet që këto komunitete i kanë ose ballafaqohen në jetën e tyre. Përderisa kemi elemente të tjera me cilat ndonjëherë brengat e mëdha që kanë i harrojmë. Edhe mendoj që sa më shumë po fokusohemi në ato problematika, aq më shumë jemi tu i thellu. Përderisa këto elemente të tjera që janë historia, kultura, artistat e ndryshëm, kuadrat e jashtëzakonshme që kemi nga radhat e komuniteteve, janë duke u mbetë mbrapa. Tash përditshmëria dhe problemet i kemi aty. Jo smunden ose nuk eliminohen as lehtë. Edhe kështu ka rrjedhë edhe deri te ajo që të kemi një festival, një event, një ngjarje ku gjithë së bashku, jo vetëm komunitetet, mblidhen brenda një dite, njoftohen ndërmjet veti dhe pse jo të vazhdojmë tutje rreth krijimit të politikave dhe më të bukura rreth këtyre gjërave. Për ata të cilët po e ndjekin për herë të parë këtë bisedë, por për herë të parë po ndëgjojnë edhe për festivalin, sepse jo çdo herë mund të jemi aktual tek të gjitha pjesët e shoqërisë dhe sa më shumë që promovojmë një fenomen të mirë siç është festivali, aq më shumë rritet edhe vlera e tij, edhe prezenca e njerëzve që marrin pjesë. Të kthehemi në kronologji, në bazë. Festivali do të jetë me 3 dhe 4. Çka saktësisht do të ndodhë dhe çka saktësisht do të kemi mundësi të shohim në festival? Gjatë festivalit, i cili do të mbahet me datën 3 dhe 4 dhjetor në Pallatin e Rinisë, do të ketë aktivitete të ndryshme kulturore. Kemi studenta të shumë, për shkak se këtë vit një element kyç i festivalit ton janë përfshirja studentëve të jashtëzakonshëm të komuniteteve Roma Ashkali Egjiptian, ku do të ketë performanca të ndryshme kulturore, muzikore. Kemi me pas lexime poetike, kemi me pas monodram, kemi me pas diskutime rreth çështjeve të ndryshme se si kultura ose se si pjesa e artit ndikon në zbehjen e diskriminimit. Kemi me pas këndin e grave të jashtëzakonshme të cilat do të përgatisin ushqime të veçanta, po aq sa të ngjashme me komunitetet të tjera të cilat jetojnë në Kosovë.
E kemi këndin e bizneseve të ndryshme të cilat fatkeqësisht edhe pse janë trashëgimtar të një kulture të komuniteteve Roma shkallë egjiptian, çdo herë më shumë po janë në zbeje ose në zhdukje. Kemi këndin e të rive të cilët do të ketë piktura, kemi këndin e bashkëbisedimeve dhe mbi gjitha kemi hapësirën ku të gjithë qytetarët të cilët janë të interesuar na bashkohen, thjesht të kalojmë një fest, fillim të festave të fund vitit, se jo së bashku. Mirë, po kjo është e hapur për krejt qytetarët e Kosovës. Festivali është i hapur për gjithë qytetarët, do të bëhet, domethënë, fillon nga ora 10. Po. Fatmirësisht kemi edhe mbështetjen e institucioneve, të cilët shpresojmë të kemi edhe prezant gjatë këtyre 2 ditëve. Po mbi të gjitha shpresojmë për shkak se ky festival nuk është për komunitetet Roma shkallë egjiptian. Ky festival është për komunitetet të tjera, më shumë themi. Pse? Shumë histori dhe shumë hulumtime na kanë tregu që mungesa e kontakteve të para me komunitetet Roma shkallë egjiptian ka rrit diskriminimin në drejtim të tyre. Përderisa momentet e para kur njerëzit e kanë kriju një lidhje, kanë fillu të njihen me trashëgimin, kulturën, me historinë, priardhjen se pri ka janë komunitetet Roma shkallë egjiptian, cila është ajo cila dallon këto 3 komunitete ndërmjet veti, për shkak se të trijat atë sa dallojnë, atë që jemi edhe të ngjajshme. Jo vetëm këto 3 komunitete, po edhe ne si shqiptarë dhe ne të tjera komunitete që jetojmë, etni të tjera që jetojmë në Kosovë. Kështu që është një element që ne shpresojmë nëpërmjet festivalit, fillimisht të gjitha etni që jetojnë në Kosovë të njihen me kulturën e bukur, për shkak se çdo element i cili na dallon është e bukur e këtij vendit. Edhe të njihen, të takohen, pse jo të na bashkohen që të kemi sa më shumë aktivitete, sa më shumë diskutime, na japin edhe rekomandime, pse jo, festivali është i hapur edhe për përmirësime për viteve të tjera, të ngritet në nivel ndoshta edhe më të madh se sa këtu ku jemi. Prej vitit të parë deri tash kemi ndryshime të mëdha në festival. Mund të themi në vitet të para festivali ka qenë me musafir të saktum. Përderisa në vitet e fundit qytetarët e zakonshëm na kanë bashku në këtë festival, edhe kemi fillu mendoj me arrit atë ndryshimin e qëllimit që kemi dashur. Që t'i kemi, njoftomi dhe pse jo t'i kalojmë 2 ditë gjithë bashku. Po, nga përvoja e viteve të kaluara, njoms, sipas rezultateve që keni nxjerrë në fund, sepse çdo herë nxirren edhe rezultatet prej punimeve. A ka ndikuar festivali që të paktën të rritet edhe vlerësimi, por edhe puna e bizneseve të këtyre kandeve që i përmende, që të janë disa biznese zanate në shuarje, ndoshta për shkak mos investimit ose mos mbështetjes? Ende ka sfida të mëdha sa i përket mbështetjes së bizneseve të komuniteteve, ende ka sfida shumë të mëdha dhe mendoj që duhet të ketë një fokus shumë më të veçantë në atë drejtim. Nuk duhemi të lejojmë që këto biznese, të cilat janë një trashëgimi shumë e vjetër, janë disa zanate që është gjyna ndonjëherë edhe të mos investojmë që të trashëgojnë nga të tjerë, ndoshta edhe jo nga familjarët, po dhe nga gjeneratat e tjera, është mjaft problematike, po shpresojmë që jo vetëm ne si organizatë, po dhe institucionet munden me fillu me ndërmarrë diçka ma konkrete, ma intenzive që të ringjallim edhe të investojmë të këto biznese. Për ndryshe ka ndryshime të shumta dhe bizneset e shohin festivalin si një moment ku munden me ardhe me prezantu punën e vetë të jashtëzakonshme. Ndërkohë ka pas për shembull bashkëpunime të azon me këngëtar, me shkrimtar, me lexues, që kanë ardhur njerëz të cilët kanë thënë, "Ok, unë më duhet një person si ti me ardhur në kompaninë tem", ose diçka shkëmbime të tilla. Sidomos kur punat kemi pas piktorë të ndryshëm të komuniteteve dhe që qytetarët janë befasu që kemi piktora që të ka piktura të nga rrafet në komuniteteve dhe ka pas ftesa të ndryshme edhe për m'ju kriju ekspozita të veçanta. Sa mirë. Kështu që mendoj që festivali ka hapur shumë dyri, jo vetëm në ngritjen e diskutimit në qytetarët në përgjithësi, po edhe në tek individ në raste specifike. Po, njomza ju personalisht jeni tash sa vite në Vorraje dhe e sheh edhe ndryshimet pozitive që ndodhin në qasjen e komuniteteve, në shoqëni, në shkolla, në punësim, kudo tjetër. A mendon që në këtë periudhë kur ne po flasim kemi ndryshim pozitiv të numrit të shkolluarve nga komunitetet të punësuarve? Kemi. Kjo është edhe një ndër ato qëllimet pse në festival këtë veti kemi edhe më të përfshijmë studentat e komuniteteve. Çdo herë që mos jemi paragjykues, po kemi ende individ të cilët ende potencojnë që s'kemi kuadro nga komunitetet, përderisa
kemi kuadro të jashtëzakonshëm, kemi 3 profesionista në shumë sfera. Kështu që pse jo ti mos ti promovojmë këta, ti mos ti motivojmë që të vazhdojnë tutje. Ndonjëherë historia familjare, historia personale ndikojnë edhe ndaj ajo që edhe qytetarët e këtyre komuniteteve të hezitojnë ndonjëherë. Edhe mendoj që festivali i shtyn tutje, edhe i shtyn edhe i ofron mundësi edhe ju krijon atë mos themi vetbesimin, po atë hapësirën ku ata shfaqin kapacitetet e tyre, dhe shfaqin talentat e tyre, dhe pse jo me tregu që janë pjesë e barabartë e një shoqërie. Edhe kjo është qëllimi jonë, që këto kuadrat të cilat i kemi, ti promovojmë, ti japim hapësirë sa më shumë, që gjeneratat e reja të shohin që Republika e Kosovës është e barabartë për gjithë. Po, shumë e vërtet. Këta, se para se gjiranim edhe biseden, më la përshtypje kur e more një shembull që tha, pse edhe ju hani këtë gjellë dhe na e bojmë këtë gjellë, dhe me thonë, shpesh fokusohemi në detajet të cilat këta e bojmë edhe mes komunave, se Gjakova e bën këta, se Pija e bën këta, se Drenica e bën këta. Dhe me thonë, kemi tendencën të bojmë krahasime. Kemi tendencën, nëse të mos të pjesa ushqimit, ka ndodhë shumë me na tregu, kur kemi pas pjesëmarrës, kur e kanë shiu ushqimin, kanë thonë, po edhe na e bojmë flinë, edhe na e bojmë sarmat, edhe na i kemi ushqimit të tilla. Po gjatë diskutimit e kam pa që në një etni të veçantë ka diçka specifike e cila e dallon traditën e tyre familjare ose kulturore, edhe ajo është që cilën duhemi me diskutu, edhe pse jo mos mi promovu tutje. Po, edhe sidomos se kur flasim për ngjashmëritë, shumë tradita mund t'i kemi të ngjashme, po uniteti është ajo pjesa se si i festojmë dhe si i shënojmë, e pikërisht është kur të respektojmë tjetër. Unë shpresoj që në festival kanë me marrë pjesë qytetarë ndryshëm, por sidomos studentë, sepse është pikërisht ajo ojka e të ardhmës ku mund të bëhet ndryshimi, besoj. Pajtona plotësisht studentat janë ajo gjenerata me cilën na kemi shpresë për ndryshime, tu ashtu du të gjeneratat e reja, jo pse gjeneratat e vjetra nuk munden me na u bashku, po në shpresoj shumë që këto gjeneratat, studentat, qytetarë të gjithë, janë pjesë e festivalit. Thjesht të kemi një moment ku ndëgjojmë diçka të retë, njihemi me historinë, njihemi me një kulturë pak më të veçantë, po atë sa ndoshta edhe nuk është shumë e dallueshme nga ajo që cilën e kemi, edhe pse jo, pse mos të përdorim artin si element ose si instrument kundër luftimit të diskriminimit në drejtim të këtyre komuniteteve. Po, njohëm për ata të cilët po e shohin biseden edhe i përkasin komunitetit ose rom, egjiptian ose ashkali, dhe kanë shumë interesim me qenë pjesë e festivalit, me ndonjë projekt ose biznes tyne, po që ja se kanë pas këtë informacion që po ndodhë. A munden ende me ardhë me u shfaqë? Munden ende me u bashkëngjit, edhe pse programi është finalizu, po gjithsesi që ne jemi të hapëm për bashkëpunim, sidomos me 3 të ndryshëm të cilët kanë interesim me na u bashku në festival, kështu që të gjithë janë të hapur të naftohen, të bashkohen. Fatmirësisht, e di edhe nga puna ime se gazetare ndër vite që bashkëpunojmë, ka gjeneratat të cilat janë të kyçur në politikë, në art, në teatr, kudo, dhe është një krenari shumë e madhe kur e shet qasjen edhe për shembull edhe në televizione ka persona të cilët punojnë çdo herë më shumë, të cilët pikërisht janë aty ku festojnë ngjashmëritë pa u theksuar tek krahasime. Dhe është një lajm i mirë që besoj vëraje ka pas një super efekt në shoqërinë në përgjithësi, në institucione në veçanti, dhe ajo që është më rëndësishme ja ka ngrit nivel vedisimit tek këto komunitete. Së që ju përgëzaj njëmë. Faleminderit shumë, edhe ne shpresojmë shumë. Qëllimi jonë si misioni jonë e organizatës është muat, do me thënë që të krijojmë një shoqëri e cila i trajton të gjithë qytetarët, pa dallim cilës etni i takojnë në formën më të barabartë të mundshme. Jemi shoqëri me një diverzitet jashtëzakonshëm të bukur kulturor, pse jo mos të shohim se një vlerë shtume të shoqërisë dhe ti trajtojmë në atë formë edhe komunitetet. Dhe jemi në rrugë të mirë. Shpresojmë. Njom zonë të falenderoj shumë për kohën, do të shihemi në festival patjetër. Faleminderit shumë juve. Dhe ju uroj shumë sukses në këtë mision të shajt që keni marrë. Faleminderit shumë juve për hapësirën, për mbështetjen dhe mbi gjitha për përkrahjen e jashtëzakonshme që ju bëni komuniteteve roma ashkali egjiptian. Mediat janë ata të cilët munden me bën ndryshimin më të madh në shoqërinë tonë kosovare. Shumë faleminderit Njomza. Të dashur miq, për këtë informacionet shtesë të festivalit, ju lutem që të shkoni në faqet zyrtare të Voraje,
në Instagram dhe në Facebook, e kërkoni Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianve. Në të dyja rrjetet sociale janë aktiv, kthejnë përgjigje, por i keni edhe super informacionet në kohë reale të çdo organizimi, sepse festivali është vetëm një nga organizimet e shumta dhe punët e shumta të cilet kjo organizat bën në të mirë të shoqërisë dhe në të mirë të komuniteteve të cilet e i përmendëm deri më tani. Ndërkohë, shumë herë kemi ndëgjuar për rëndësinë e Montessorit. Çka është Montessori? Pse është i mirë për fëmijët? Pse është i nevojshëm për fëmijërinë e hershme? E shumë detaje rreth Montessorit do të kuptojmë vetëm pas pak me mësafiren e radhës.